të siguroj që deputetet në tërësi, nuk mund të them se cili, por në parim se cili, por në tërësi kanë qenë të gjithë në protest. Por çështja se ku duhet qëndrojnë është një çështje diskutueshme. Për disa, ata duhet qëndrojnë në krye të protestës. Për të tjerë, kërkojnë që të qëndrojnë me grupet e qytetarëve nga zonat e tyre. Dhe kjo akoma nuk ka marrë një përgjigje. Të them unë, aty ku isha unë, një 3 metra më tutje ishte një deputet. Një bashkë qytetar i tij më shkruan të thoshte, unë nuk e pa shkuën atë njeri. Po, ai ishte aty në fakt, dhe i thash që ai ka qenë. Pra, kjo, por, a duhet organizohen dhe më mirë, plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht, jo vetëm me deputet, por në tërësi, Partia Demokratike ose organizatorët e protest duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj mase të madhe njerëzish tani që janë aty. Kjo është protestë paqësore, themun ty. Në qoftë se ne ndryshojmë të protestë nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktura ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, ato nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne do jemi për protestë paqësore. Shiko, e teta ishte kjo apo jo, asnjë polic të dëmtuar, asnjë polic të plagosur. Ka një numër i konsiderueshëm protestuesish të dëmtuar dhe deputetësh të goditur dhe të dëmtuar. Por ky është përcaktimi ynë. Ne besojmë në këtë platformë, edhe njëherë, ata sillen si kafsh aty. Se ç'po bënë ata, ju keni qenë aty. Ne po esim, po marshonim. Dhe ky kriminal në krye të policisë, i vendosur nga Balluku, kujton se do mbroj Ballukun. Po, i pasi që bën bota Ballukun, kujton se bën Ballukun. Ky bllokon rrugën. Ky është një kriminal, me urdhër të Edi Ramës. Dhe ne do vazhdojmë. Pra, paraqita këto, se të vërtetat askush s'mund t'i fshehë më. S'mund të fshihen. Ne do vazhdojmë dhe jemi në rrugën e duhur. Ju siguroj që Edi Rama është i plagosur për vdekje politikisht, është i plagosur se merr me veten. Edhe s'do ta marr me veten. Natyrisht ne do vazhdojmë me protestë paqësore. Kjo është nuk më shon. Zoti Berisha, teksa ju keni denoncuar rrezikun që i kanoset procesit të integrimit, kreu i qeverisë Edi Rama vijon me tryezat e tij për të folur lidhur me ecurinë e negociatave deri më tani, duke u ndalur sot në kapitullin e 5 që lidhet me prokurimet publike. Në këtë takim, ai ka njoftuar se do të krijohet një kompani tërësisht shtetërore që do të ndihmojë vendin të ecë përpara në rrugën e integrimit. Bëhet fjalë për kompaninë Albania Digital Solution, është si motor e Akshit që do veprojnë në mënyrë ndarazi nga njëra tjetra, po do të jetë tërësisht shtetërore. Kajan e dytë do krijoj kompani të gjitha personale për të vjedhur është të bërë i çmendur, i pampërmbajtur në vjedhjen e pasurive dhe pronave publike. Tani, siç kishte Akshin që u zbulua u damkos, ka krijuar kompaninë e prokurimeve ushtarake dhe të prodhimeve ushtarake.
të cilën e cila që sa përgjeni me dhënat e para po blen madhra me 5 fishin e çmimeve të zakonshme të tregun dhe kjo vetëm për llogari të miliardierit Edi Rama. Asgjë apo për të krijuar zhurmë, si të bëri me Diellën, se po luftojmë korrupsionin në një kohë kur korrupsioni u rrokullis 11 vende më poshtë, apo si të bëri me Diellën e mediave. E pat shtadja apo jo? Dje tha se mediat japin 60% opozitës dhe 40% Edi Ramës. I frymzuar nga 2 diellat dal vivo të Amës, Desada dhe Armiela, që u bën famoze kur informuan zyrtarisht se Berisha kishte zinte 70% të lajmeve dhe kjo ishte lajmet e gushtit, se në gusht s'kishte njeri. Dhe detyroheshin tipin vetëm konferencat e mia të shtypit se s'kishte njeri. Edhe tani, për të vazhduar me këtë marrështrim të turpshëm, ka krijuar një startup me dashboard të kontrolluar tërësisht nga qeveria, të ushqyer nga qeveria për të mashtruar shqiptar dhe komunitetin ndërkombëtar, se si atë po e censurojnë mediat të cilat i shpall investitor strategjik dhe u jep nga paratë e takspaguesve, vjedh nga paratë e takspaguesve dhe u jep atyre 10 milion euro për të mashtruar shqiptar. Këto janë të gjitha përpëlitet dhe përpjekjet e një njeriu që s'ngopet me vjedhjet të popullit të tij, por i ka të kota këto. I ka të Deklaratën e tij se opozita është një specie unike që po bllokon procesin e integrimit, e thënë sërish sot. Nëse keni një përgjigje për deklaratën e tij se opozita është një specie unike që po bllokon procesin e integrimit, e thënë po sot. Opozita po ndihmon procesin e integrimit në mënyrën më serioze. Opozita ka patur një betejë shumë të fortë. Ka zhvilluar një betejë shumë të fortë. Dhe është krenare se ka dalë të përmbysh mashtrimet e qeverisë dhe lobinjeve korruptive dhe të tregoj të vërtetën e realitetit shqiptar si rruga e vetme për një proces integrimi në rast se e lexuat rekomandimet e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, meritor, një proces integrimi të bazuar në meritën. Të bazuar në meritën, e theksuar kjo disa herë. Vetëm këtë ka bërë dhe bën opozita. Rrugën për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptarë, ata që shndrojnë zgjedhjet në fars duke shkrirë në një institucionet e shtetit me strukturat e partisë, duke angazhuar bandat dhe kartelet e drogës. Ata janë faktorët që pengojnë dhe vështërsojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë ata të cilët bëjnë çdo gjë për ta shtruar procesin më themelor të shoqërisë shqiptare sot në një proces okult, të mbyllur. Ju duhet ta dini se ka 5 muaj që në një forum në Bruxelles, që quhet Coelho, forum shumë serioz, që vizitoi dhe Shqipërinë sa përgjenin tuaj para 4 muajsh. Erdhen
27 përfaqësues të vendeve anëtare, diplomat, erdhën në Shqipëri nga Coelho, i panë gjërat në vend, dhe ka që muaj që ata mblidhen me përgjegjësinë më të madhe. Raportin për Shqipërinë e shqyrtojnë dhe shtojnë vazhdimisht kërkesa mbi të. Aty është dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në ato diskutime. Edi Rama fsheh çdo rekomandim të tyre, fsheh çdo sugjerim të tyre, çdo kritik të tyre. Edi Rama e shton këtë në një proces okult, të mbyllur, sikur e ka pronë të veten, dhe jo një proces që duhet të ketë, siç thot Parlamenti Evropian, epiqendër, rolin e parlamentit, opinionin publik, shoqërinë civile, mediat edhe me radhë. Bërë disa etiketime në adresë të ambasadorit të BE-s Silvio Gonzato, një ditë më parë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka reaguar ndaj deklaratave tuaja, nëse mundem që t'ja citoj sa më saktë, duke thënë se deklaratat të tilla janë të papranueshme. Bashkimi Evropian dënon me forcë sulmet personale të bëra ditën e Europës ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasadori i BE-s ka vepruar në çdo kohë me profesionalizëm dhe integritet të plotë. Ne kemi besim të plotë tek ai dhe puna e tij. Kjo deklaratë në fakt ka marrë dhe mbështetjen e ambasadorëve të tjerë të BE-s. Pyetja ime është, a keni një koment apo reflektim lidhur me deklaratat tuaja pas këtij qëndrimi? Unë edhe njerë deklaroj shqiptarve se në mënyrë absolute çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam të bazuar të paktën në 2 ose më shumë burime. Unë kam respektin më të madh dhe simpatin më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasadorët, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme, të padrejtë. Dhe nuk kam dormen tani të ndalem në këto komente, në zinxhirin e komente, por dhe njëherë them se dhe t'jap shembuj, të jap një sëri shembujsh. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj, sepse u thash kam respektin më të madh, si për Komisionin Evropian, për Parlamentin Evropian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare. Po s'mund pajtohem kur me akte të papranueshme. Ndaj dhe i kam denoncuar jo sot, siç e dini ju, vite më parë, vite në vazhdim, dhe do i denancoj ato. Të vërtetat, unë nuk mund t'i fsheh, nuk do isha ky që jam. Ndaj dhe ky është përgjigjja ime.